Nuk ka një bilans të dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet në qarkun e Lezhës. Është ende herët për dalë konkluzione lidhur me sipërfaqet e përmbytura, ndonse nuk bëhet fjalë për shumë. Shtabi i emergjencave i mbledhur në Lezhë me praninë e ministrave Sajmir Tahiri, Mimi Kodheli e Edmond Panariti mori në analizë situatën. Ministri i Brendshëm kërkoi që të gjitha strukturat të jenë në gatishmëri. Në zona specifike ka probleme të cilat mbeten për t'u adresuar. Policia e shtetit është në gatishmëri të plot, forcat speciale po ashtu, infrastruktura spitalore po ashtu, ushtria po ashtu, për të shmangur çdo pasojë, më së pari çdo pasojë fatale në jetë njerëzish. Ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli kërkoi ndihmën e qytetarëve, ndërsa tha se që prej së martës janë angazhuar në këtë qark forcat të ushtrisë. Përfitoj nga rasti të bëj një thirrje qytetarëve të qarkut të Lezhës, qytetit Lezhës, Kurbinit, Mirditës, të mund të jenë prezent edhe duke treguar solidaritetin e tyre. Qarku i Lezhës rezulton të jetë më i prekur nga rreshtit e dëndura të së martës mbrëma. Jo vetëm qyteti, por dhe shumë fshatra ranë në pushtetin e ujit. Qeveria nuk ka qenë në lartësinë e dur. Përmbytjet që ndodhen në vende fshinje duhet kishin qenë një paralajmërim për të marrë masa. Nuk ka nevojë të jesh një ekspert për ta ditur që nëse godet modi një vend fshinj, ai do vidhen në Shqipëri. Por dje nga ora 3 mbasditës deri në 3 të darkës, në stacionin elektrik që furnizon me energji të gjitha hidrovorit e Lezhës nuk ka pasur energji. Dhe nga ora 3 mbasditës deri në 3 të darkës për 12 orë, në kohën me intensitetin më të madh të rreshjeve, asnjë prej hidrovorit nuk ka funksionuar. Kjo është arsyeja që Lezhë është përmbytur dhe zona përreth.